jam lodhur. Realisht jam lodhur. Është dita mbasi u rikthem në Athinë. Dje arritëm në shtëpi në orën 2:30 e natës. Edhe ishim nisur që në orën 11-12 nga Tirana. Por është normale, bëm edhe ndalesa, vetëm edhe te fshati ndejmë atje pak. Edhe në përgjithësi është shumë orë rrugë, kështu që ishim të gjithë të kputur sa arritëm në shtëpi. Mami sa erdhi ndërkohë dje, fillovi dhe villte. Nuk ishte fare mirë nga stomaku. Del jashtë e shikoj, unë ishte zverdhur fare, këtu dridheshe e gjithë, i thash qa pate? Më thot që po bëja banjë dhe tha vajtet më bjet fik, edhe më thot nuk mundesha as të lëvizesha, as të flas, as të bëj asgjë. E thash thjesht dëri këtu derisa të më gjej dikush. Unë sa u tremba sa e pash. I thash shko shtriu, qa do të të sjell, si e pse? Më thot mbase hëngri një ëmbëlsirë në rrugë, e cila nuk e di. Diçka mund të kishte ajo, se ishte vetëm ajo gjë që hëngri vetëm mami dhe jo ne. Kështu që më shumë mund si ajo bëri keq te stomaku edhe ishte cop. Edhe ndërkohë i them mamit sot se i kisha në plan të shkoj në punë, i them mamit nuk do shkosh në punë nesër kështu si je. Se ishte dhe ora 3 e natës kur ndodhi gjitha kjo. Edhe mami kishte në plan që do zjem unë në orën 7 që të shkoj në punë, që as gjumë nuk do kisha mundësi të flinte. E i thash nuk do shkosh në punë, më tha okay. Edhe u zgjova vet nga ora 9:30, se unë ja kisha mbyll telefonin të mos bie ndonjë zile diçka. Edhe u zgjova vetë në orën 9:30 të mëngjesit, unë u zgjova nga ora 10:30 se më kishte marrë në telefon kurrieri, i cili më kishte sjell 2 pako. U zgjohem unë, shkoj poshtë të marr pako, kërkoj shtëpinë. Mami kishte ikur nga shtëpia, mami kishte vajtur në punë. Se kjo gruaja nuk e di si e bën këtë gjë, nuk e di. Ishim të gjithë të kputur, të lodhur. Si arriti vajti edhe në punë, vetëm ajo e di, dhe ishte edhe keq fare natën para. Edhe këtë historitë ndodhen dje. Unë sot u zgjova atëherë që më mori në telefon kurrieri, vajta mora pakot, u ktheva në shtëpi. Fjeta prap gjumë. U zgjova në orën 12, se di fjeta nga ora 4:30 të mëngjesit. Se duke mbledhur pak gjërat, bëra banjë, ndrova çarçafët këtu në krevat djeca, edhe mua më kapi mania sa u ktheva në shtëpi, desha të kisha të gjitha të pastra, i kisha flokët edhe të palara dje me llak. Ishe dhe unë ndjesha nga gjitha ajo rruga qelbur. Thash duhet me patjetër të hy të bëj një banjë, bëra flokët. Derisa t'i bëj të gjitha këto vajte ora 4 e natës. Kështu që normale sot u zgjova në orën 12. Sa u zgjova se hapa syt, thash do porosis një kafe dhe filloj me punë. Edhe kam gjithë ditën sot që nuk ju kam folur sepse po merrem vetëm me rroba. Edhe ver rrobat te lavatriçe, edhe laj rroba, edhe ndej rroba, edhe mblidhi rrobat, edhe palosi. Veri në përvende. Pastaj unë kisha nxjerr këtu poshtë dhoma ime, kisha lënë 2 çanta të mëdha me rrobat e Beharit. Edhe i kisha lënë këtu, bëj sikur nuk e shikoja, po thash arriti ora që duhet të merrem edhe me këto. Kështu që bëra edhe ndrimin e dollapit sot, bashkë me gjithë të tjera. Edhe vura gjithë rrobat e dimrit lart, kam lënë poshtë gjithë rrobat e Beharit, kam lënë edhe disa që janë kështu për pak me mëngë të gjata, pak xhaket, kaq që t'i kem se nuk është akoma Behar, nuk erdhi vera, e mbaruam. Kështu që kam edhe disa gjëra të mesme, domethënë. Por në përgjithësi, më ka zënë koka keq fare, kam ngrënë që në mëngjes vetëm një kuluri ajo buka që haj unë mëngjes, edhe akoma ndiem që nuk kam bërë as edhe një gjë. Nuk kam mbaruar. Domethënë unë tani ndjej që fillova, po do i le pak nanë se ka vajtur ora 6 mbas ditës. Unë në orën 8:30 duhet të jem te shtëpia e David, sepse do shkoj ta marr me makinën time, të shkojmë të dy bashk te Kushurind, do mblidhemi prap sot të luajmë ndonjë lojë, të haj ndonjë gjë tani, nuk e di çfarë do arrit të bëj. Duhet të rregulloj edhe pak flokët e mia që janë, apo të mos i rregulloj. E dini çfarë? Do i rregulloj, do ri kështu. Si e çmendur, si luanesh ndiem tani. Unë ndërkohë desha t'ju them që bëra edhe unë blerjet e mia nga bazari jon. Nga motra ime, domethënë, i mora këtë varsen këtu, e cila është me perla, edhe ka edhe këtë lulen gjigante këtu në mes, edhe është fantastike për Behar, ka ndalë super shumë në mod këto varset që janë kështu gjigante. Edhe mezi po pres ta vesh me roba banjo, me diçka kështu, me një fustan kështu me rjet nga lart, edhe vede këtë në mes.
besoj do duket yll. I more dhe i bleva dhe diçka tjetër, ndërkohë nuk i bleva, se nuk i pagova, po e kuptoni tani. I more edhe këtë çantën këtu, e cila ngjeli te bazari, nuk e mori asnjëri. Edhe thash, ky është fatim, sepse unë që në fillim se solli këtë çantën motra, i thosha sa e bukur është kjo çanta, e dua unë këtë çantën, më thosha motra, jo, devem te bazari, nuk ta jap ty. E i kisha thënë që po ngjeli, po ashtu e marron. Më tha, okay. Edhe unë kisha në mendje që kjo nuk ka shans të ngelet e bazarit, se nuk e di, mua mu duk sigurisht më e bukur nga të gjitha kjo çanta këtu. Më pëlqen tepër shumë. Shikoja njerëz që hynin, që e preknin, e shikonin këtë janë, i thash do e marrin, do ik, do zhduket. Edhe kam t'ju them që ngeli deri te fundi i bazarit, edhe thash kjo është shenja ime ta marr unë këtë çantën, ta kem unë te shtëpia ime këtë çantën, mezi po pres ta vesh, sepse ka edhe këtë stilin kroko, e cila ka dalë super shumë në mod tani. Dhe thash, wow. Ja vova. Plus, po mendoj t'ju bëj edhe një haul të shpejt me 2-3 gjëra që kisha marrë para se të ik në Shqipëri, që isha në Athinë akome dhe kisha bërë disa blerje. Edhe harova t'ju tregoj, tani kam lënë në qese, as nuk e kam vënë për të larë as asgjë, sepse kisha në mendje që do bëj haul në YouTube. Vajten Bershka, gjeta këtë bluzkën këtu, super cute, shikoni se e bukur është. Edhe thash, duhet ta marr, ka filluar sezoni e verës, edhe po mendoj unë që do vesh tani në verë, në për udhëtime që do bëjmë, nuk kemi pranuar ndërkohë as edhe një udhëtim asgjë. Si ashtu po mendoj për udhëtimet që do pranontojmë, se po bëj blerje tani që të mos i bëj të dyja në të njëjtën kohë. Tani blerjet, pastaj udhëtim. Pastaj vajta te Zara, rash në dashuri me këto pantallonat këtu. Unë vdes në verë të vesh pantallona kështu të gjera fare, me bel të ullet, edhe të kenë këtë materialin super të lehtë. Do me thënë, as nuk ndjen që ke veshur pantallona fantastike, edhe janë si tip balun, le të themi, ky stili që kanë, si tip Aladini. Më pëlqejnë shumë, do më pëlqenin shumë kështu me një palë shapka të thjeshta fare, një bluzë kështu të thjesht, një crop top, edhe me barkun jashtë, kështu. Super cute, super nice, sepse ndiem që kur vesh pantallona kështu të gjëra, të mëdhaja, që të mbulojnë shumë nga poshtë, është bukur të veshësh diçka më të vogël nga lart edhe ta balancosh. Bleva edhe një palë sutjena të cilat nuk do ja tregoj tani, sepse kot. Pantallonat kushtonin 26 euro, kurse kjo bluzka këtu kushtonte 23 euro. And that's it, vetëm këto. Jo, kisha bler edhe një bluzë tjetër të zezë, të cilën ja kam hequr etiketën e kisha larë, sepse mora me vete në Shqipëri e vesha atje. Kështu që po, këto, 2 bluzka edhe një për pantallona. Nga dita tjetër, jam në rrugë, jam me Janin në makinë, edhe jemi zgjuar sot herët, sepse unë desha sot të shkoj në qendër, në një dyqan të ri që është hapur, New Yorker. Unë që thoni këtë dyqanin e kisha parë për herë të parë kur kisha vajtur në Budapest me Janin. Atëre kisha parë një xhaket fantastike që më pëlqente shumë, po nuk e kisha marrë. Edhe ishte edhe super e lirë, në përgjithësi kishte gjëra shumë të bukura dhe shumë të lira. Nuk e kisha marrë atëherë sepse nuk kisha vend te valigje që ta kthej mbrapa. Edhe thash do e gjej edhe në Athinë, po nuk ishte në Athinë atëherë, New Yorker. Edhe u hap, ato ditë që isha unë në Shqipëri, e kisha parë në TikTok që është hapur, thash duhet me patjetër të shkoj. Kështu që kisha marrë dje janë në telefon, i thash do shkojmë nesër atje te qendra. Më thot okay, po do vish edhe ti me mua në mëngjes se kam disa punka, deshte sot të shkoj të nxjerr pasaport. Edhe më tha hajde ti të bëjmë ato punët bashkë, të kem edhe unë shoqëri dhe do vi edhe unë me ty pastaj në qendër. Edhe kështu e bëm, vajti Jani bëri foto për pasaportën, vajtëm atje te policia e nxori pasaportën edhe tani pret ti dal. Jani javën tjetër që thoni do shkoj në Egjipt. Edhe u kujtoja të nxjerr pasaport 5 ditë para se të ik në udhëtim. Ndërkohë pasaporta i thotë që mund të marr nga një javë deri 10 ditë. Jani thotë që do dal më herët. Unë shpresoj të dal pasaporta më herët, se mua më ka stresuar kjo gjëja. I them o bobo si do arish, si do ja dalësh. E ka lënë
për minutin e fundit edhe beson që të dalë. Edhe unë shpresoj që t'i dalë sepse i ka paguar të gjitha për këtë udhëtimin, edhe biletat, edhe hotel, edhe të gjitha në përgjithësi. Shpresoj t'i dalë pasaporta e të mos vonohet, por tani desha them që jemi nisur për qendrën, me shpresoj të gjej një gjë të bukur, desha të kërkoj për disa bluzka të thjeshta, bazike për ditë, sepse ndjem që nuk kam bluzka të thjeshta verore. Shpresoj edhe të ketë edhe çmimet që kisha parë në Budapest, sepse ishin shumë të lira, po ju them përsëri. Edhe New Yorker, ka edhe në Shqipëri ndërkohë. Po në Shqipëri, se vajtëm se ishim në Shqipëri të tegu që ju tregove dhe të vlogu, ishin çmimet më të larta. Do shohim tani, qa do gjejmë, qa s'do gjejmë. Body like a smoothie, like something from a movie. We can make me feel some type of way. Eyes go kind of flirty, hands are pretty sturdy. Baby, I could dive into you any day, give me more. Vajtëm, kemi dalë me dy çanta. Njëra është e imja, tjetra është e Janit. Unë ndihesha sikur nuk kam marrë asgjë, sepse më shumë vajtëm mora disa sutjena që nuk isha, që i kisha nevojë realisht. Edhe mora një palë roba banjo lart e poshtë, palë xhinks edhe një si tip, do ja u tregoj pastaj. Thash nuk kam marrë gjë. Vajta atje te kasa, edhe shikoj që ritesh e çmimi, thash sa do shkoj, hajt mo 60 maksimum. Kur shikoj në fund 100 euro edhe 92 cent, thash nuk e besoj dot. Krisha 100 euro. Sa rritëm? Edhe kem të shkojmë edhe në dyqanet e tjera sepse janë do të bëj edhe shopping, sepse do ik javën tjetër. Edhe unë jam në këtë fazën që nuk mundem të mbaj veten, se shikoj diçka të bukur edhe them do e ble, edhe dua t'ik të shkoj në shtëpi. Dua realisht të qaj. Momentalisht nuk e di ç'a do bëj, si do vazhdoj e gjitha kjo, do qaj. Që pash një set fantastike në H&M. Unë vajta në H&M me mandjen që do të ble pupa, si ato që ka motra, që vesha në Shqipëri që ju tregove dhe ju. Nuk gjeta pupa, po pash një set fantastike, dhe se e pash rash në dashuri. Edhe thash lere se nuk do e marr, kam prishur lek sot, edhe e lash atje, më thot janë jo, edhe e mori, ma mori nga dora, edhe vajti e blevi, ma bëri dhurat. Shtë që kam një set të re. Do jo tregoj pastaj në shtëpi, është fantastike. Plus vajtëm edhe në Bershka. Atje vajtëm kryesisht për Janin, vajtëm te seksioni burrave, edhe i gjeta një set edhe Janit që do shkojnë në Egjipt, që për mendimin tim ishte shumë i bukur, ishte si tip këmish lart, po denim, jeans, edhe lart edhe poshtë, edhe ndim që i shkonin shumë. Mua në përgjithësi kanë filluar edhe më pëlqejnë tepër shumë setet, sepse nuk ke nevojë të rish të merresh me çfarë do e kombinoj, me çfarë do e vesh këtë andi, thjesht ve 2-3 aksesore, edhe je gati dhe dukesh edhe super yll. Edhe tani po rikthehemi te makina, po shkojmë ta marrim nga parkingu. Do kthehemi në shtëpi më në fund sepse nuk kam ngrënë as mëngjes as zgjedhje, po vdes për bukë. Edhe thash nuk do haj jashtë sot, do jem gocë e mirë, vajzë e mirë, edhe do shkoj të bëj ndonjë gjë në shtëpi. Nduket më ka bërë mami speca që dje, e do ve dhe pak djath nga lart. Sa u ktheva në shtëpi, edhe hangra shpejt e shpejt pak speca, po më hajshe super shumë bukë, edhe u kënaqja tani me specat me djath, se i vure dhe pak në tigan, i ngroa, edhe ishte djath i shkrir fantastike. Edhe është ora për një haul, ju tregoj gjërkat që mora, dëmin që bëm sot. E dini çam, kisha nevojë për sutjena të zeza, se ato të vjetrat që kisha, më ishin kputur. E gjeta një palë sutjena të zeza të thjeshta, i mora sepse ishin super, gjeta edhe numrin tim fix. Desha të marrë të njëjtat edhe në bezh, por nuk i gjeta. Aman, i gjeta në një ngjyrë tjetër tani, nuk e di si ta them këtë ngjyrën këtu, këtë. Too much info, nuk e di, po thjesht thash t'ju tregoj sepse më duken shumë cute, prandaj edhe i mora. Kështu që kështu fillon holi jon. Mora një palë roba banjo jeshile, sepse do thoni ju qa nuk je roba banjo, do ju them unë kam një min. Unë çdo vit e kam këtë manin që duhet me patjetër të blej një të re. Se kam fiksim, sidomos me robat e banjos, se kam super shumë fiksim. Shumë goca kam fiksime me
ku i di unë çanta me këpuc, me taka, këte janë di. Unë kam fiksimin me robat e banjës edhe e mora sepse më pëlqeu shumë. Kështu është pjesa poshtë, jeshile, më pëlqeu edhe shumë ngjyra që kishte, por edhe kjo pjesë e lartë më pëlqeu shumë si më rinte mua në trup. Ishte shumë stabile, nuk lëvizeshe, nuk ishte, domethënë, shumë e mirë, shumë nice. Edhe nuk e prisja të gjeja diçka të tillë në New Yorkers. Edhe nuk ju kam thënë edhe çmimet. Për shembull, rrobat e banjës, kjo pjesa e lartë bënte 13 euro, pjesa poshtë bënte 8 euro. Vazhdoj. Një pal xhinkse. Do thoni ju nuk je xhinkse, do ju them unë kam, po këtë lloj se kisha. Tani të gjitha këto janë justifikime për harximet që bëj kot pa lidhje. E dini qa? Thjesht i bleva. I provova, më rinin yll në trup, në përgjithësi nuk është që gjeta diçka që ishte super wow në sy edhe super shumë në modë ose diçka. Thjesht nuk e di pse, po të gjitha sa provova, më rinin shumë mirë në trup, të përqafonin trupin, ishin shumë nice. Gjeta këto xhinkset këtu që janë flert, do me thënë, lartë, te pjesa lartë janë të ngushta, edhe hapen poshtë si tip kabana le të themi. Edhe materiali që ka nuk është si xhinkse, është shumë elastike. Thash, janë edhe të rehatshme, do i vesh për ditë, i vesh atje u gëzova, më rinë bukur i mora. Në masën small, provova edhe extra smallin, por extra smallin më rinte pak i ngushtë, kurse këto më rinin pak më të lirshëm edhe thash do marr këto. Më mirë, këto kushtonin 25 euro. Edhe thot këtu edhe push-up flirt, Justin. Edhe në fund, nga New Yorkers, tani përshikon motra ime këtë vlogun, motra më fal, por u bëra xheloze, nuk e di për kam thënë ndonjëherë, por mua influencera ime preferuar është motra ime. Edhe kur vajtëm në Shqipëri, në New Yorkers, motra ime provovi këtë që do ju tregoj unë tani. Më tha motra që i rinte shumë bukur e thash pse nuk e merr. E më tha këtë janë nuk e kam nevojë. Edhe thash tani që i gjeta unë në Greqi, prita provoj një herë se mund të më ri edhe mua bukur. Edhe e mora, sepse më pëlqevi edhe mua shumë. Është disi kështu, lartë e poshtë, xhinkse e gjitha, sorç poshtë, edhe këtu lartë vjen në këtë mënyrë. Ç'a ti them unë tani, më rinte shumë bukur në trup, nuk do e vishja për ditë që të dal në qytet, do e vishja më shumë për pushime, do me thënë diku në plazh, sepse janë pak të shkurtra këto xhinkset, le të themi të drejtën. Tani më shumë me roba banjo, këtë janë, dhe e kuptoni pak situatën, po më pëlqevi shumë. Kjo kushtonte, le të shohim, 20 euro. Okej, mbaruam nga New Yorkers, por pastaj si thash, vajtëm një xhiro edhe te H&M-i. Edhe unë pash një set si thash, jeshil, që ka dalë shumë në modë, tani unë e shikoj në gocat në Instagram edhe isha çmendur, thasha ku do i gjej. Edhe e gjeta në H&M, po pash çmimin, thash nuk ka shans ta marr unë, domethënë ishte 25 euro lartë e poshtë më duke. Pjesa poshtë 27, kurse pjesa lartë bënte 18. Edhe thash nuk do e marr. Edhe më shikon Jani më thot do ta marr unë. Jo, i them nuk ka shans të ma marrësh ti. Jo, do ta marr unë. Jo, i them. Edhe shkoj unë ta le atje ku e gjeta, edhe ma merr nga dorë dhe shkon te kasa e pagon e ikëm. E falenderoj shumë. T'ja tregoj tani se nuk duken mirë. Janë një pal pantallona kështu të gjera. Stil Aladini që ju thash edhe te huli tjetër që ju bëram ato të Zarës. Jam fiksuar tani me këto pantallonat që janë kështu të gjera dhe mbyllen disi poshtë me lastik. Ka edhe një si tip rip në mes. Edhe duhet ju them që këtë setin unë nuk e kam provuar, kështu që e dini qa prisni të provoj edhe të shikoni njëre mirë të veshur. Mirë bëra që nuk e provova sepse më ri Tani që e shikoj të veshur, besoj po ta kisha provuar vetë atje, nuk do kisha vajtur të le, do i kisha marrë direkt, nuk do i kisha menduar shumë, po ja që jam e fat që kam shok të mirë në këtë jetë. Edhe prisni, të shikoni kështu, disi. Duket. Po, shumë bukur është. Me zi po pres ta vesh. Shumë cute, shumë nice. Kjo bluzka më pëlqen që është në të njëjtin stil me këtë, të dyja kështu të gjëra, të hapura, të leta fare. Shumë më pëlqyen. Blerje dhe mia sot. Jam e kënaqur.
Edhe që këtu e tutje them basta te vetja ime, nuk do blema. Kam mjaftueshëm shumë gjëra, po më pat të bëj më blerje, të më shkruani që nuk jam vajzë e mirë, edhe që do më bëni unfollow po vazhdova kështu, se vetëm ashtu do trembe mu. Pastaj nuk do vazhdoj. Edhe kaq do i mbledh të gjitha tani, ti heq edhe etiketat nga të gjitha, ti ve për të lar. Mami ime është shmendur sepse këto ditë vetëm i sjell rroba të reja dhe vetëm më thot që mjaft Elena, nuk kam më durim të t'i laje dhe të t'i vene për vende. Të drejt ka. Unë që të bëj tani që më ka kapur mania ime. Ora ka vajtur, sa ka vajtur ora? 4 pa 1 çerek. Unë them të shtrihem do 1 orë, të ri pak të qetësohem, se më zuri edhe pak koka të qendra bëheshe nami me njerëz turista në çdo vend. Nuk e di çka ka ndodhur, është mbushur Athina me turista. Edhe sezoni në përgjithësi në Greqi fillonte pak më vonë. Po si vjet kemi gjithë vitin turiste dhe dimër që ishte plot qendra gjithmonë. Edhe më zuri koka nga trafiku, nga njerëzit, nga të gjitha. Edhe në orën 6 kam të shkoj në kërcim, që kam humbur edhe shumë mësime këtë kohë që isha në Shqipëri. Kështu që sot që do rikthem, jam e sigurt që nuk do mbaj mend as edhe një gjë. Do kem haruar si të lëviz këmbët e mia, po do i gjejmë të gjitha avash do hym në rutinë. Kam shumë kohë të shkoj edhe në palestër, ndërkohë. Edhe këtë desha ta nis avash prap të hy në program, por sot për shembull që thash do shkoj në mëngjes, më mori janë në telefon që ju thash, më tha do vish me mua të shkoj të bëj pasaportën, tani çfarë ti them, edhe unë ti them jo, si thash ja. E vajta me Janin. Kështu që nesër shpresoj të arrit të zgjohem nesër, të mos spërtoj edhe të shkoj në palestër, si vajzë e mirë. Here again, here again, back in dancing lessons. Yeah, rikthimi në kërcim, wow! Sa lumtur që dukem! Irini do të flej gjumë sa u zgjua. Përshëndetje nga një ditë të re, edhe sot është e diel. Sot është dita që bëjmë reset mendjen tonë, shpinën tonë, trupin tonë, të gjitha këto gjëra. Unë jam zgjuar nga ora 10 edhe sa i hapa syt thash duhet të filloj të bëj punë, kështu që mblodha dhomën sepse i kisha bërë të gjitha rumuj këtu brenda, fshiva pak plurat, bura një fshesë të shtëpia, u mora me punka në përgjithësi, situata ime tani është kjo. Mora edhe një kafe të pi. Edhe duhet ju them që kisha në plan tani të hy të bëj një banjë sepse duhet të laj edhe flokët, duhet të laj trupin, të ve kremrat e mia, se kam shumë kohë pa e bërë këtë procedurën që të ri të qetësohem me rehatin tim, të bëj skincare-in tim, të vedoj një mask. Këto gjëra desha të bëj unë sot, të ri në shtëpi, por kujtova para se të hy të bëj banjë, që sot është festa e mamit, festojnë mamat e gjithë botës. Edhe unë nuk e mpaja mend. Thjesht më doli në TikTok e thash, edhe si ka marrë azi e mamit. Edhe ndjem shumë turp me veten time. Se unë edhe vjet për shembull isha kujtuar, i kisha marrë gjëra. Si vjet, nuk e di si ka mundsi. E kisha kujtuar për një javë, e kisha thënë te mendja ime që do shkoj ti marr diçka mamit, edhe harova. U kujtova sot, kështu që duhet të vishem tani shpejt të shkoj ti marr mamit një buqet me lule të paktën, diçka. Sepse mami barabartë është në punë, nuk është kthyer nga puna, po duhet të shkoj tani para se të vi mami në shtëpi, se pastaj nuk ka lezet. Kështu që do vishem i shpejt, po. Flokët e mia nuk edhe kështu që thoni, shpresoj ju të jeni vajza më të mirë edhe të keni menduar mamin tuaj. Hey, I found love where I found love. Hey, where I found love. It brings me joy to hear you talk. Meqense çdo herë që i marr mamit lule, i ble buqet, thash kësaj rade, pash këtë këtu. E thash e di qa, e bukur është. Edhe ja mora, është në vazo, jo në vazo në atë,
E kuptuat? E kuptuat, e shikoni. Beshe nami me njerës, kishin mbajtur të gjithë, kishte një radhë gjigante. Dilte jashtë nga dyqani radha, që po prisnin njerëzit që të paguajnë te kasa. Po ja dola, arrita në shtëpi, babi ka vajtur me sa po shikoj, se nuk është në shtëpi, mbase ka vajtur të marrë mamin nga puna, kështu që besoj që për pak do rikthehet, edhe unë do e pres të rikthehet, edhe pastaj do hy të bëj edhe unë një banjë. Shikoni pak që ka ndodhur këtu, te salloni jon. Nuk ja kam treguar këtë. Për ju që ndiqni vlogjet tona, e dini që këtë pikturën ne e kishim marr kur ishim në Paris në një muzeum. Edhe e kishim marr pikturën e nuk kishim kornizë. Më kishte thënë mami, në gjej një kornizë, kisha marr unë një prej druri nga Jumbo më duket. Edhe pam kështu si dukeshte në sallon edhe nuk na pëlqente shumë, sa duam një gold. Kështu që edhe unë kërkova në internet, gjeta këtë kornizën këtu gold dhe besoj është perfekte, sepse shkon shumë edhe me pasyrën që është atje te salloni i jon gold, por edhe me ambazhurin ton. Domethënë, vibe shkon shumë. Mami ka vendosur tani këtu ngjitur me televizorin, dje shikonte më thoshte mos duhesh ta kisha vënë pak më lart, se kam vënë shumë poshtë, do e ve babin ta ve prap 3 cm lart këtu andej. Fiksohet kot edhe mami ime, po e kuptoj, do të bëj çdo javë një ndryshim në shtëpi se nuk duron dot. Nuk mundet 3 rehat. Gëzuar festën e qopsheve. Babi na ka bërë fasule, po na bën tani edhe sallat. Edhe unë në përgjithësi fasule nuk haj. Po, me që na i bëri babi sot, do e nderoj, do e respektoj, edhe do haj një pjatë se nuk kam diçka tjetër. Nuk kam zgjidhje tjetër tani, kështu që atje kam përfunduar te fasulet. I've been running in circles at 10,000 miles of pavement, trying to make it all make sense. I've been underslept, overworked, overstressed, I'm exhausted, but I got you. I've had friends that have thrown me aside like a burned out cigarette, and times that I've taken it all, but then lost it. I've been misunderstood, tasted the bad with the good, but I still Vale Kosovarë. Se ikëm nga kinemaja, vajtëm pam Devil Wears Prada, edhe dyshin, edhe isha shumë, do me thënë, e prisja shumë kohë këtë filmin të shikoj. Nuk është që vdiqja, mirë, një film okej të kalo shkon, po nuk ishte ajo që kisha unë në mendje. Apo leza. Edhe tani kemi hyrë në makinë sepse Jani ka marrë disa ëmbëlsira nga ajo shoqja e Janit që bën ëmbëlsira, i krijon vet, edhe kishte sot një pop-up në qendër, që bën si dyqan shet, domethënë ëmbëlsirat që bën, edhe na mori Jani disa ti provojmë, janë të reja. Nuk i kam provuar ndonjëherë. You know what this is? Trileçe. Trileçe, είναι χωρίς καραμέλα. Më thotë që është trileçe, që është vetëm pjesa e padesfanit poshtë me qumshin, po pa të karamelen lart, me pak krem edhe me pak fruta. Unë i them që nuk është trileçe, më thotë nuk është trileçe shqiptare, është spanjolle. Bravo. Layered cake. Afro bëkshme. Është një layered cake. Është skase. Një layer cake. Layer cake, jo. Tani, këta duan të mësojnë të flasin shqip, unë do të ha. Kjo këtu tani, ka edhe emrin e vajzës këtu lart, nuk e di po duket. Edhe shikoni se të bukura duken. Është një si tip cake tani, unë do them, me kështu, me krem gjalpi, me blueberries, që këto janë boronice që i kam edhe te, thojnë të mija. Krem gjalpe. Ko blueberry. Όχι, lemon. Ka edhe limon. Ka edhe limon. Limon. Edhe tjetra që kemi është prap një cake, edhe shia që ka është banana lotus. Te dua. Te dua, και ξέρω και το Dua Lipa. Te dua shumë. Γιατί δεν dua και είναι αγάπη. Σε αγαπώ πολύ.
Është shumë e mirë. Very nice. Shumë e mirë. Mukshish. S'kemi bën notat e fare. 6 out of 10. Stella buri 6. Ti? 6-7. 6-7. Te para Jani buri 8. Stella 6 edhe unë do ve një 8 do ve. Ωραίο είναι, δεν το καταλαβαίνεις στο lodge. E para më pëlqevi pak më shumë. Po edhe kjo është më mirë. Kishte edhe një shije tjetër që ishte me bueno, po nuk kishte me kurvajti, sold out. I po ajo shije, kështu që nuk e provova. Έλα ρε Ελεάνα. Ελεάνα, όχι στο αμάξι! Po të ishin në frigorifer do ishin më të mira. Unë kësaj do i ve 7. Janë i buri 9. Stella nga kjo e dyta nuk provovit se nuk kanë banane. Στέλλα, μην λες ούτε μένα ούτε το αμάξι. Nuk është e keqe, e mirë është, po si trileçe shqiptari s'ka. Them të drejtën tani. E preferuar e imja ishte para më duket. Ajo me limone me blueberry ishte e preferuar e imja. Oh, jam bërë pis. Do i vem një 7 kësaj. Kjo jam unë që po bëj editim, normale nuk kam bërë mbyllje, por dua t'ju them që ky vlogu arriti në fund, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, edhe po ju ka pëlqyer, të bëni edhe një like, një subscribe, një koment, se janë falas të gjitha këto, nuk janë me lek, mundeni ta bëni nga zemra juaj e mirë. Për mua. Edhe kaq ne do shifemi si gjithmonë të videora dhe se dhe unë një post tani.